Mirësia Allahut Azza wa Jall ndaj robit besimtar vazhdon. Shkurtimisht do I cekim në çastin e daljes shpirtit. Besimtari nuk e përjeton njëjtë si jo besimtari. Allahu e ka veçu, Allahu e ka ngrit. Ati I zbrisin në engjëjt e mëshirës. Dhe I thojnë: Ja ayyatuha an-nafsul mutma'inna, o ti shpirt I qetë. Kujt besimtarit. Pra dhe në shpirt dhe në gjë kur del shpirti I veçuar. Allahu e ka veçu dhe e ka ngrit. Dhe lehtësisht, pra I thojnë: o ti shpirt I qetë. Ja ayuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Kthehu tek Zoti jot. I kënaqur. Dhe Allahu ti ka pranuar veprat tuaja. Fadkhuli fi ibadi, hyj në turmën e robëve të mi, wadkhuli jannati, edhe hyj në xhenetin tim. Pra përgëzohet dhe në atë çast, innal ladhina qalu rabbuna Allah. Me të vërtetë ata që kanë thonë Zoti jon është Allahu, thumma istaqamu, pastaj qëndruan në këtë gjë, tatanazzalu alehimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Aty zbresin ëngjëj. Dhe u thuhet, dhe kanë thënë se kjo është në çastin e daljes shpirtit. Dhe I thuhet: mos u frikso. Mos u frikso për çfarë ka me ardhmë më vonë. Wala tahzanu, dhe as mos u mërzit për çfarë ka kaluar kjo dynja. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dhe përgëzohuni me xhenetin që është premtuar. Kujt? Besimtarit.